Përshëndetje miq të Infodes, mirë se po takohemi edhe sonte. E fillimisht do të njohim titujt kryesor që kanë karakterizuar ditën e sotme, duke ditur që edhe sonte po vazhdon homazhe në prekas për nder të epopes ku krerët të shtetit shkuan atje dhe dhanë porositë e tyre. E për më shumë detaje ndjekim kronikat e përgatitur nga desku i lajmeve, duke u kthyer në studio me dy lidhje direkte me mysafirët. Krerët e shtetit kanë bërë homazhe në kompleksin memorial Adem Jashari në shënim të epopejës së lavdishme të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ata nderuan sakrificën e familjes Jashari për liri dhe pavarësi. Presidentja e vendit, Vjosa Osmani, tha se sakrifica, trimëria dhe guximi i pashoq i kësaj familje ka bërë që kulla e Jasharajve të shndrohet në simbol të një kalaje të lirisë, e cila edhe sot mbron pavarësinë dhe sovranitetin e vendit tonë. Sot, sikurse çdo vit, përkujtojmë epopeen e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, e cila i dedikohet përkujtimit tonë të përbashkët në këtë kohë lirie, për secilin dëshmor, për secilin hero, për secilin martir që ka dhënë jetën për Kosovë, por mbi të gjitha i kushtohet sakrificës, guximit dhe trimërisë pashoq të treguar nga familja Jashari me 5, 6 dhe 7 mars të vitit 1998 në krye me komandantin legjendar Adem Jashari. Ata luftuan shumë më gjatë, se sa vetëm përgjatë viteve të luftës, duke u shndruar kështu në emblem të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe njëkohësisht duke i shndruar kullat e Jasharajve në simbol të një kalaje të lirisë, e cila edhe sot e mbron Kosovën, e mbron lirinë, pavarësinë dhe sovranitetin e saj. Nga këtu jo vetëm ne si breza që e përjetuam luftën, por edhe brezat e rinj, edhe fëmijët tonë inspirohen për rrugën përpara, për mbrojtjen e lirisë së arritur me sakrifice me gjak, por mbi të gjitha na përkujtohet secilit se sa i lartë ka qenë çmimi i paguar për lirinë tonë. Asnjëherë nuk duhet të harrojmë, asnjëherë nuk duhet të devijojmë nga rruga e shtruar nga kjo sakrificë e heronjve, dëshmorëve e martirëve. Kryetari i Kuvendit Klau Konjufca tha se familja Jashari është krijuese e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ai shtoi se si popull i detyrohemi më së shumti për lirinë dhe çlirimin e Kosovës familjes Jashari. Familja Jashari është krijuese e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, është esenca e UÇK-s, e po ashtu e ka bërë edhe aktin më të lartë, aktin më sublim të sakrificës për lirinë e vendit tonë. Ata si familje e kanë pas të mishruar në zemrat dhe në shpirtin e tyre një vërtet e cila e ka shpëtuar popullin e Kosovës. E kjo e vërtet është se liria nuk fitohet pa armë në dorë, duke luftuar me armë në dorë, dhe nuk fitohet pa i dhënë dëshmorët e vetë. Kështu veproi familja Jashari dhe për këtë arsye ne si kom, si popull, i detyrohemi më së shumti për lirinë dhe për çlirimin e Republikës Kosovës familjes Jashari. Kryeministri në detyrë Albin Kurti tha se epopeja e ushtrisë çlirimtare të Kosovës i dha një hov të pandalshëm kryengritjes së armatosur dhe luftës çlirimtare. 3 brezat të Jasharve, 59 veta gjithsej, rreth gjysma gra e fëmijë, u flijuan me 5, 6 dhe 7 mars të vitit 1998 për çlirimin e Kosovës, për lirinë, pavarësinë dhe bashkimin. Epopeja e UÇK-s i dha një hov të pandalshëm kryengritjes së armatosur dhe luftës çlirimtare, shpërthyen demonstrata gjithpopullore dhe solidaritet i papar historikisht ndërmjet shqiptarëve në Ballkan, por edhe gjithandej në Mërgat, e njëkohësisht edhe u vetëdijsua e ndërgjegjësua edhe publiku ndërkombëtar, edhe diplomacia botërore. Sot Basa Shaban do të ishte 100 vjeç,
e si vjet Hamza do të bëhej 75 vjeç e Ademi 70 vjeç. Ata nuk i kemi më fizikisht, por ata kanë vetëm ditëlindje. E kanë 2 prillin, 19 prillin dhe 28 nëntorin. Ndërkaq vdekja e tyre, rënja e tyre heroike është epopeja e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Jasharët zhvilluan rezistencë me 5, 6 dhe 7 mars, ku përballen me forcat serbe në vitin 1998. Ai ishte sulmi i tretë ndaj tyre, por që mori jetën e 55 personave, 22 prej të cileve ishin të familjes së ngushtë të Adem Jasharit. 5, 6 dhe 7 marsi shënon epopejën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, manifestim që mbledh në prekaz qytetar, organizata e përfaqësues të institucioneve. Me rastin e epopejës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, përfaqësues të organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s kanë bërë homazhe në kompleksin memorial Adem Jashari, në Prekaz. Kryetari i shoqatës së familjeve të dëshmorëve Xhavet Jashari bëri kërkesë tek institucionet që luftës së UÇK-s t'i jepet vendi meritor. Sipas tij, qeveria duhet të respektojë rrugën e bërjes së lirisë. Jashari para media tha se arsyeja pse nuk kanë bashkëpunuar me qeverinë e Kosovës për shënimin e epopejës është se ky institucion ka njerëz anti-UÇK. I nderojmë dhe respektojmë gjithë dëshmorët të pandarshëm edhe të periudhave kohore të historisë tonë të lavdishme, në përgjithësi, por në veçanti të luftës së lavdishme të ushtrisë shlirimtare të Kosovës. Duke nderuar, duke i respektuar, bëjmë kërkesë tek institucionet që secilës veprimtari, secilës luftë, secilës përpjekje, në përgjithësi, po në veçanti të luftës së ushtrisë shlirimtare të Kosovës të japet vendi meritor. Kërkesë tjetër është që në institucione, këto institucione, sidomos në 3 ulset, kryetari parlamentit, qeveria të respektojnë rrugën e bërjes së lirisë. Përfaqësuesi kësaj organizate, Zamir Lozhani, tha se heroizmi i familjes Jashari është i pashembull. Ai u shpreh se sakrifica e familjes Jashari është një ngjarje që do t'i bëjë gjithmonë krenar pasardhësit e kombit shqiptar. Vim nga qyteti i Shkodrës, përfaqësuesa të organizatës veteranëve dhe pasardhësave të qytetit Shkodrës, për me kënd të pranishëm këtë ngjarje të madhe, në këtë epope, maj të krenarisë edhe dignitetit historisë tonë kombëtare. Është një ngjarje pa shembull, është një heroizëm i pa shembull, që në gjithë kombet edhe të shtetit e Evropës nuk mund të haset një ngjarje e tillë. 5, 6 dhe 7 marsi njihet si epopeja e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ku u vran 59 anëtar të familjes Jashari pas rezistencës 3 ditore. Sot është mbajtur ceremonia e lansimit të ekipeve të përbashkëta hetimore me mbështetjen e ambasadës britanike në Kosovë për forcimin e policimit të drejtuar nga inteligjenca dhe mbështetja e krijimit të ekipeve të përbashkëta hetimore kundër financave të paligjshme. Një nismë e rëndësishme që synon të forcojë bashkëpunimin ndërinstitucional ndërmjet Departamentit të Policisë së Kosovës dhe Departamentit të Inteligjencës dhe Analizës. Ambasadori i Britanisë së Madhe në Kosovë tha se është përgjegjësi e këtyre institucioneve për të mbrojtur pavarësinë dhe efikasitetin e institucioneve. Tutje ambasadori tha se i kanë bërë përshtypje mënyra se si Kosova e realizon këtë mision. Ai theksoi se ka ende punë për të bërë, por gjithashtu theksoi se është i vetëdijshëm për synimin që kanë këto institucione për të forcuar më tej demokracinë. Ardian Hajdaraj, kryesues i Këshillit Prokurorial, duke falenderuar ambasadën britanike për ndihmën e dhënë përmes këtij projekti, theksoi se ekspertiza e ofruar, mbështetja e ofruar dhe bashkëpunimi me ekspertë vendor ka qenë thelbësore për të siguruar cilësi në përputhje me standardet më të larta ndërkombëtare. Shprehimi një orë më të thellë dhe falënderimet mia më të sinqerta për ambasadën britanike që mes projektit të saj përveç të tjera është ka luajtur një rol kyç në hartimin e rregullorës për ekipet e përbashkëta të hetimeve, akti cili është i rëndësishëm veçantë në hetimin e veprave penale të cilat bien kompetencë e prokurisë speciale. Kontributi juaj
ekspertiza e ofruar nga ekspert projektit, si që përmenda, mbështetja e pakursyre dhe bashkëpunimi me ekspertët vendor kanë qenë thelbësore për siguruar cilësinë, përmbajtjen e saktë dhe përputhjen me standardet më të larta ndërkombëtare. Ndërsa drejtori i përgjithshëm i Policisë së Kosovës, Gazmend Hoxha, tha se lansimi i këtij ekipi të përbashkët hetimor është një hap i rëndësishëm në forcimin e sundimit të ligjit dhe sigurisë për qytetarët. Sot ne po lansojmë një iniciativë të re që do të forcojë kapacitetet tona hetimore dhe do të lehtësojë bashkëpunimin ndërkombëtar për të arritur rezultate më të shpejta dhe më efikase. Lancimi i ekipit përbashkët hetimore është një hap tjetër në forcimin e sundimit të ligjit dhe të sigurisë për qytetarët tonë. Ekipet e tilla do ndihmojnë për të përmirësuar koordinimin dhe bashkëpunimin midis agjencioneve të ndryshme, duke përfshirë policinë, prokurorinë dhe institucione të tjera legisvatuese. Këto ekipe do të angazhohen në hetimin e krimeve të rënda, përfshirë ato që lidhen me krimin e organizuar, korrupsionin dhe krimet ndërkombëtare ose transkonfliktare, të cilat kërkojnë një koordinim të ngushtë dhe shkëmbim të informacionesh mes institucioneve për të arritur rezultate të shpejta dhe efektive. Në këtë ceremoni u theksua rëndësia e bashkëpunimit ndërinstitucional për forcimin e sundimit të ligjit dhe rritjen e efikasitetit të institucioneve. Për herë të parë në Kosovë, nga ana e institucioneve shtetërore po shënohet Dita Evropiane e Logopedisë nga zyra për qeverisje të mirë në bashkëpunim me organizatën Z, ku u trajtuan sfidat që kanë logopedët në Kosovë. Pra është një fushë e shkencave që merret me studime, diagnostikimit dhe trajtimit të çrregullimeve të komunikimit. Ne jo vetëm që ngrisim vedien tek qytetarët e shoqëria, po të vetëm kohë bëjmë, si themi, përgjegjës institucionet për të marrë veprime adekuate në këtë fushë. Dhe falë do të thotë këtij bashkëpunimi, gjithsesi ne së bashku me institucionet përgjegjëse mundohemi që të bëjmë progres, po dhe të identifikojmë sfidat në vitin 2024, ju e dini që tani është ndarë do të thotë një buxhet nga ana e qeverisë që ka të bëjë me ofrimin e shërbimeve, sidomos ajo që ka të bëjë me ofrimin e shërbimeve sociale, ku hyn do të thotë në këtë domen edhe shërbimet për logopedi. Ndërsa drejtori ekzekutiv i organizatës Z, Lek Gjurgjiali, shpalosi hulumtimin e tij 5 vjeçar. Sipas tij, në vitin 2025, klinika e ORL-s ka ofruar vetëm 379 shërbime logopedike, ndërsa organizata e tij dyfishin e këtyre shërbimeve. Në vitin 2020 gjatë hulumtimit e kemi pa që kanë qenë rreth, pasi që nuk është një numër i saktë në atë aspekt, rreth 400 logoped të diplomuar. Që ka qenë shqetësuese në atë aspekt, ka qenë që për këtyre 400 të diplomuarve, veç 27 logoped kanë qenë të licencum. Hulumtim edhe më i thellë, ku prej 27 logopedve të licencum, vetëm 7 prej tyre kemi qenë me edukim të vazhdueshëm, domethënë master, që në vitin 2020 kanë qenë vetëm 2 logoped të angazhuar në sektorin publik, ku i vetmi vend në sektor publik ku është ofru dhe që vazhdon me ofru shërbime logopedik, është qendra klinike universitare. Edonjeta Kelmendi nga organizata KOMF ju bëri thirrje institucioneve shtetërore dhe atyre lokale që të rrisin numrin e logopedëve në institucione. Kjo si ditë shërben edhe për të avokuar dhe për të ngritur zërin për gjitha këto sfida dhe shqetësime që logopedët sot hasin në Kosovë, por jo vetëm logopedët, por sidomos fëmijët të rinj që ka nevojë për shërbimet logopedike. Numri i logopedëve në institucione publike është shumë i vogël. Ne domethënë kemi një mungesë shumë të madhe. Dhe dim që shërbimet e logopedit janë shërbime jetike, të cilat ndihmojnë shumë dhe përmirësojnë aftësitë të folurit dhe të komunikimit. Prandaj kjo le të jetë një ditë përveç ngritjes së vedisimit të prindërve dhe qytetarëve për rolin e logopedit në Kosovë, të jetë edhe një thirrje drejtuar institucioneve, drejtuar edhe qeverisë, por edhe komunave, që duhet të investojnë në themelimin e këtyre shërbimeve.
Shërbimet logopedike ndihmojnë fëmijët që kanë problem në të folur dhe në komunikim. Për herë të parë në Kosovë, brenda pakditësh në klinikën e neonatologjisë pranë qendrës klinike universitare të Kosovës, do të realizohet skeningu metabolik neonatal, i cili mundson zbulimin e hershëm të sëmundjeve gjenetike tek foshnjët. Një shërbim i tillë ende nuk kryhet në vendet e rajonit. Sipas drejtorit të klinikës së neonatologjisë, Luan Morina, skeningu metabolik neonatal është arritja më e madhe në mjekësinë preventive. Ai tregon se laboratori, aparaturat moderne dhe hapësirat janë gati që t'jetësohet ky projekt, derisa potencon se edhe stafi shëndetësor është trajnuar për realizimin e këtij shërbimi. Si projekt tjetër që tashmë mund të jemi në fazën finale dhe vetë janë çështje ditë të shkuar jetësohet, edhe që mund të themi me një kënaqësi shumë të madhe që në një farë mënyrë mund të falenderojmë Ministrinë e Shëndetësisë, SHKK-n, që kanë bërë që të realizohet dhe skeningu metabolik neonatal, që për herë të parë bëhet në vendin tonë dhe mund të themi gjithashtu që kjo nuk bëhet në për shtetet fëmijë ose në regjion, do thotë nuk realizohet. Skeningu metabolik neonatal ka të bëjë me diagnostifikimin e hershëm të sëmundjeve gjenetike, sëmundjeve të cilat do thotë në qysh në moment të lindjes nuk detektohen, por detektohen në fazat caktuar të jetës. Dhe me testimin që ne do të realizojmë, ne do të diagnostifikojmë ose do të bëjmë të mundshme detektimin e këtyre fëmijëve të cilët do të kenë predispozita në një kohë të caktuar që të manifestojnë kjo sëmundje. Kjo sëmundje, ky skening neonatal ka të bëjmë fillimisht do të startojmë me 5 sëmundje. Kemi fenilketonurin, galaktozemin, fibrozën cistike, hipotiroidizmin kongenital dhe atrofin spinale muskular. Skeningu metabolik neonatal mund ta quajmë si e arritura më e madhe e mjekësisë profilaktike ose mjekësisë preventive. Morina përmend transportin neonatal, me që rast bëhet bartja e foshnjëve nga spitalet regionale në klinikën e neonatologjisë, që ka nevojë për trajtim intensiv. Klinika e neonatologjisë ofron shërbime të shumta, të fillu prej trajtimit të prematuritetit, pra cila është mund të themi edhe cila ka qenë dhe mbetet sfidë në neonatologjisë, kur jemi te prematuriteti mund të themi janë ato foshnjë të cilat lindin para kohe, janë foshnjë të cilat shtazania ndërprehet para javës së 37. Ne kemi raste kur kemi prematuritet të thellë, të fillu prej 24-25 javë, për që është prematuriteti më i thellë ose faza më e vështirë, ku foshnjët lindin me një peshë vogël 500 gram, 600 gram. Fal punës dhe suksesit dhe trajnimit gjithmonë të stafit dhe profesionalizimit të stafit të klinikës tonë, e kemi rezultate të mira dhe kemi arritur që dhe foshnjët me ka 700-800 gram që të mbijetojnë. Ndërkaq drejtori i neonatologjisë në QKUK, Luan Morina, potencon se prioritet për këtë klinik mbetet angazhimi për rënien e mortalitetit të foshnjëve. Në rast se i krahasojmë me një neonatologji para 15 ose mund të themi më shumë, kur mortalitetin kemi pas në 30 promil, pra mund të themi që ka qenë shifër shumë e madhe. Tashmë ne fal angazhimit, fal profesionalizimit të stafit, kemi një numër shumë më të ulët, pra kemi një mortalitet në ramje, ku kemi diku me pak se 14 promil. Mirë po edhe kjo shifër do t'ishte më mirë sikur mos ta kishim edhe një fenomen në rritje siç është prematuriteti, pra siç e përmendë prematuriteti thellë, ku normalisht një foshnjë e cila lind në një prematuritet për 24-25 javë, normalisht që ajo është pak më i vështirë, do thotë i ka, si të themi, mundësi dhe gjasa që të shkojnë mirë dhe mbjetoni ka më të vogla, normalisht këto foshnjë në rritin edhe numrin e vdekshmërisë. Ai tregon se aktualisht në klinikën e neonatologjisë po trajtohen mbi 80 foshnjë ku 9 prej tyre janë respirator. Përveç tjerash, Morina tregon se kjo klinik funksionon me 30 mjek specialist, derisa shton se synim mbetet rritja e numrit të stafit të mesëm.